Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Bashkimi Demokratik për Integrim shpreh shqetësimin për rritjen e pranisë së botës serbe në Maqedoninë e Veriut me hyrjen në qeverisje të koalicionit Vlen. Në kumtesën opozitare shqiptare thuhet se për 2 vite me radhë, raporti i Parlamentit Evropian zori në parë shqetësimin për rritjen e ndikimit të botës serbe në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe nënvizon promovimin e këtyre politikave nga përfaqësues të pushtetit. Sipas BDI-s, këto nuk janë më vlerësime të opozitës, por konstatime të institucioneve më të rëndësishme europiane. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Tim Çomuçunski, pretendon se vijojnë bisedimet për të zhbllokuar rrugën europiane të vendit. Sipas tij, dallimi midis kësaj qeverie dhe qeverive të mëparshme është se kjo shumicë nuk është e përgatitur të jetë e butë për çështjet që lidhen me identitetin, historinë, gjuhën dhe kulturën. Nuk duhet t'i ndajmë detajet e këtyre bisedimeve, sepse nëse fillojmë t'i ndajmë ato me publikun, atëherë i dënojmë me dështim, por qytetarët duhet të sigurohen se qeveria jonë di qartë se si e ka fituar legitimitetin e saj. Ndjek qartë qëndrimin e qytetarëve për këtë çështje dhe ka tërhequr qartë vija të kuqe për pozicione dhe çështje për të cilat nuk është e përgatitur të negociojë, deklaroi ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut. Projektet Prizren Tetov dhe ajo Bllaz Shkup ishin në thelb të takimit mes kryeministrit detyrë të Republikës Kosovës Albin Kurti me deputetin në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut Zjadin Sela. Krahas asaj, kryeministri Kurti u ndalë tek zhvillimet në Kosovë me theks projektet për procesin e konstituimit të legjislaturës së 11 të Kuvendit të Republikës, formimin e qeverisë së re dhe zgjedhjen e presidentit ose presidentes. Takimet të zhvilluan në Prishtinë gjatë një vizite të kryetarit të partisë Lidhja Shqiptare Zjadin Sela. Mbetet të qëndrueshme situata epidemiologjike në Gostivar. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut, institucionet shëndetësore vazhdojnë me monitorimin. Gjatë një gushtit u regjistruan 57 ekzaminime të para të pacientëve, që është një rënje prej 3 rastesh krahasuar me ditët e mëparshme ku regjistruan 60 ekzaminime. Nuk u regjistruan shtrime të reja në spital në 24 orët e fundit, sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut, që nga një gushti në Gostivar u raportuan gjithsej 1000 raste të sëmundjeve infektive dhe shërbimet shëndetësore kanë përgatitur 736 anketa epidemiologjike. Rajoni. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të vijojë të mbetet në paraburgim në Hag. Garancia ofruar prej 50.000 eurosh nuk ka mjaftuar që gjyqtari i vetëm në gjykimin e dytë në Hashim Thaçit dhe të tjerëve për tentim pengimi të drejtësisë ta miratoj lirimin e tij me kusht. Gosnell ka vendosur që t'ia vazhdoj paraburgimin Hashim Thaçit edhe për 2 muaj të tjerë, ndonse e komenton si pozitive garancinë financiare të ofruar nga vullai dhe 2 miq të tij. Thaçi është i vetmi akuzuar në këtë rast që vazhdon të qëndrojë në qendrën e paraburgimit në Shevningen. Bashkim Smakaj, Faldil Fazliu dhe Isni Kilaj ishin liruar nën 14 kushte përfshirë Dorzanin, ndërkaq Hayredin Kuqi ishte lënë të mbrojë i lirë që nga fillimi i procesit. Nënkryetari i lëvizjes vetëvendosje paralajmëroi negociata më të thelluara me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Glauk Konjusa tha se pritet të ketë takime për formimin e institucioneve përpara seancës konstitutive të Kuvendit, e cila do të mbahet të njëjtën. Ai deklaroi se është në pritje të vetëvendosjes t'i dërgojë ftesë Lidhjes Demokratike të Kosovës për bisedime dhe se është optimist që do të arrihet një marrëveshje për të gjitha pozitat e larta. Gjendet një varr masiv në komunat në veri të Kosovës. Mbetje mortore u gjendet në fshatin Jabuk të komunës së Zubin Potokut. Lajmi u konfirmua nga ministrin detyrë i punëve të brendshme Xhelar Zveçla. Falenderoj Policinë e Kosovës, Njësitë përkatëse për hetimin e krimeve të luftës, Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, Institutin e Mjekësisë Ligjore dhe Prokurorinë e Kosovës për punën e ndërmarrë në drejtim të hulumtimit, hetimit dhe identifikimit të këtyre lokacioneve, shkroi Zveçla. Pak ditë më parë, një varr masiv u gjet në Kalludër të Zubin Potokut, ku ende po vazhdojnë kërkimet dhe gjurmimet. Dyshohet se bëhet fjalë për mbetje mortore të viktimave të luftës së fundit në Kosovë. Ministri i punëve të brendshme i Serbisë Ivica Dačić kërkon dënimin e serbëve që bashkëpunojnë me autoritetet kosovare dhe kroate për gjetjen e varreve masive. Përmes një interviste televizive, ministri Dačić shpreh qëndrimin që duhet të mbajë Beogradi ndaj bashkëpunëtorëve serb për gjetjen e viktimave të luftës. Pustite vi Amerikance, Nemce, Turke i sve ostalo. Šta ćemo mi sa Srbijom, koji potkazuju Albancima i Hrvatima, pričaju razne gluposti, pokazuju im gde su sahranjeni Albanci širom Srbije. Lërini ju Amerikanët, Gjermanët, Turqit dhe gjithë të tjerët. Çfarë do të bëjmë me serbët që u tregojnë shqiptarëve dhe kroatëve? Flasin për lloj budallallëqesh. U tregojnë atyre ku janë varrosur shqiptarët në të gjitha ndej Serbinë.
deklaroi Ivica Dačić. Lajmi bëhet i ditur përmes faqes zyrtare të Ministrit të Punëve të Brendshme të Kosovës. Xhelar Zveçla deklaron se Serbia në njëra anë refuzon të japë informacione për personat e zhdukur, ndërsa në anën tjetër kërcënon dhe burgos qytetarët e saj që bashkëpunojnë për gjetjen e këtyre varreve. Kryetaria e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njerëzit, Sonja Biserko, deklaron se në Kosovë ende ekzistojnë shumë varreza masive të pazbuluara, të cilat sipas saj dëshmojnë për përmasat e krimeve të kryera gjatë luftës. Në intervistë për Info Magazine në Klan Kosova, Biserko tha se këto varreza janë treguese në masivitetin e krimeve që Serbia i ka kryer në Kosovë, por po ashtu dhe në Bosnjë dhe Kroaci. Për Biserkon, çdo zbulimi i një varri të ri e hap çështjen e përgjegjësisë së Serbisë, e cila kur nuk është përballur me këtë çështje. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Ferit Hoxha vlerëson se hapja e konsullatës serbe në Shkodër nuk rrezikon sovranitetin e vendit. Në intervistë televizive Ferit Hoxha tha se asnjë shtet nuk do të lejonte një prani diplomatike që cënon dhe kërcënon interesat e vendit. Hapja e një konsullate nuk i jep shtetit dërgues asnjë lloj pushteti apo akoma më pak ndonjë lloj sovraniteti mbi qytetin, territorin apo popullsinë ku ajo vendoset u shpreh ministri. Reciprociteti, thot ministri Hoxha, është një parim themelor në diplomaci, por nuk nënkupton barazi automatike. Sipas tij, ky angazhim me Serbinë nuk ndryshon kursesi qëndrimin dhe mbështetjen ndaj Kosovës. Radio 7, zëri i pozitiv i qytetit. Rënja e besimit të gjithë sektorët e biznesit në Shqipëri uli dhe treguesit e ndjesisë ekonomike. Veçanërisht, shkaku bë rënja e besimit në ndërtim dhe tregti, ndërsa shënoi rritje besimi i konsumatorëve. Sipas vërejtimit të Bankës së Shqipërisë, për shkak të uljes së kontratave për porosi për prona dhe rënies së aktivitetit ndërtues, një nga sektorët kryesorë të rritjes ekonomike, ai i ndërtimit uli me 4.6% besimin në ekonomi, ndërsa pritshmërit janë për rritje të çmimeve në të ardhmen. Shqipëria pritet të marrë rreth 90 milionë euro UA dhe 24 milionë euro grante nga Gjermania për sektorin e energjisë. Pas nënshkrimit të marrëveshjes me ambasadorin gjerman në Tiranë Karl Berner, ministri i infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi njoftoi se fondet janë pjesë e 3 projekteve që synojnë eficiencën e energjisë në sistemin e transmetimit, rihabilitimin e hidrocentralit të Vau të Dejës dhe rihabilitimin në kuadër të eficiencës së energjisë elektrike të godinave të konvikteve në qytetin Studenti. Digitalizimin e gjithë sistemit të transmetimit duke dhënë mundësi që të automatizojmë edhe gjitha proceset që lidhen me ndërlidhjen në stacioneve dhe operimin energjetik. Marrëveshja tjetër lidhet me rihabilitimin e hidrocentralit të Vau të Dejës dhe marrëveshja fundit, marrëveshja që lidhet me qytetin Studenti dhe me rihabilitimin në kuadrin e eficiencës së energjisë së konvikteve për studentët. Ka një grant rreth 24 milionë euro nga qeveria gjermane me anë të KFV-s për sa i përket këtyre ambienteve, që përsëri shkojnë në të mirë publike, shkojnë për studentët, për një jetë më të mirë, për një edhe proces të nxënit më të mirë, por edhe për sa i përket kursimit energjetik, pasi e gjithë ambientet aty janë me eficiencë energjie. Rreth 100.000 fëmijë në Shqipëri pritet të përfitojnë nga plani i veprimit për garancinë europiane për fëmijët 2026-2030. Përfitues sipas ministres së shëndetësisë Elvis Sala janë fëmijët me përjashtim social ose me cilësi të veçanta. Plani parashikon masa të koordinuara në fushën e mbrojtjes, shëndetësisë dhe arsimit me synim për të garantuar akses më të mirë në shërbime sociale dhe mundësi të barabarta për zhvillim. Një nga masat konkrete është dyfishimi mbështetjes financiare për rreth 11.000 fëmijë me aftësi të kufizuar, si dhe njohja e kontributeve të sigurimeve shoqërore për kujdestarët e tyre. Unioni i Gjyqtarëve dënon mosbatimin e gjykatës kushtetuese nga Kuvendi i Shqipërisë për çështjen e pagave të gjyqtarëve. Unioni i Gjyqtarëve, Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve dhe Shoqata e Prokurorëve të Republikës së Shqipërisë ka reaguar pas përfundimit të afatit të lënë nga gjykata kushtetuese për ndryshimin e ligjit mbi statusin e magjistratëve. Sipas tyre, gjykata përcaktoi kriteret kushtetuese për hartimin e një formule të re pagash dhe i la Kuvendit afat deri më 31 korrik 2026 për të miratuar ndryshimet përkatëse. Shoqata u bën thirrje institucioneve të zbatojnë vendimin e gjykatës kushtetuese për pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Sipas tyre, mosveprimi i Kuvendit brenda afatit të caktuar nuk krijon boshllëk ligjor, pasi formula e re pagave hyn automatikisht në fuqi. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha parlemron për një skemë ligjore e cila do të bëjë të mundur, sipas tij, shmangjen e përgjegjësisë ligjore nga ish zëvendës kryeministres nën e tim Belinda Balluku, pasi u paraqit në SPAK për mosbatimin e masës së sigurisë detyrim paraqitje. Në një deklaratë për mediat, Berisha deklaroi se ministret gratë zyrtare të qeverisë përdorin shenjtërinë e mëmësisë për të shpëtuar nga krimet. Gratë zyrtare të qeverisë përdorin edhe mëmësinë, shenjtërinë e mëmësisë
për të shpëtuar nga krimet për të cilat duhet të digjeshin në ferr për vjedhjet që kanë bërë. Pra, në qoftë se kjo vazhdon ky hesap, Shqipëria do të bëhet vendi më i turpruar në botë. Opozita në Shqipëri kundërshton propozimin e Partisë Socialiste për hartën e re territoriale që parashikon shkrirjen e 15 bashkive. Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë, Tedi Blushi, cilësoi propozimin e mazhorancës si një nisëm që synon decentralizimin dhe autonominë vendore, duke akuzuar qeverinë se synon përqendrimin e pushtetit në duart e ekzekutivit. Në një deklaratë për mediat, Blushi tha se drafti është hartuar në mënyrë të njëanshme, pa konsultim me komunitetet dhe pa një analizë të ndikimit financiar apo të përfitimeve për qytetarët. Partia e Lirisë kërkon që Partia Socialiste të riqet nga ky draft dhe çdo ndryshim për hartën territoriale t'i nënshtrohet referendumit. Bota. Princi i kurorës i Arabisë Saudite, Mohammed bin Salmani, kërkoi presidenti amerikan Donald Trump t'i japë përparësi dialogut për të ulur tensionet në lindjen e mesme mes përshkallëzimit të konfliktit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Deklarata vjen pasi presidenti Trump njoftoi se kishte anulluar një valë të re sulmesh ushtarake ndaj Iranit, duke përmendur parimin drejt një marrëveshje diplomatike dhe kërkesa nga Teherani, si dhe nga vendet të tjera të lindjes së mesme për të shmangur sulmet. Më herët portali amerikan Axios, duke cituar burimet amerikane të njohura me bisedimet, raportoi se Mohammed bin Salman kishte shprehur shqetësimet e Arabisë Saudite për planet e reja ushtarake dhe i kishte kërkuar Trumpit të ulte tensionet. Ukraina apelon sërish për pajisje me raketat e mbrojtjes ajrore Patriot. Ne kemi nevojë për përgjigje ndaj këtij terrori rus, përgjigje reale nga bota, tha Zelenski në fjalimin e tij. Sipas Zelenskit, përgjigjja e vetme e drejtë është mbështetja për Ukrainën në zbrapsin e sulmeve me raketa ruse. Sistemet Patriot konsiderohen si mbrojtja më efektive kundër raketave balistike. Ka raketa për sistemet Patriot në mbar botën dhe është e rëndësishme që partnerët tanë të marrin vendimin politik për të dërguar furnizimet e nevojshme, deklaroi Zelenski, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara dhe vendet europiane dinë mirë se çfarë i nevojitet urgjentisht Ukrainës. Sipas Zelenskit, gjatë natës, Rusia sulmoi Ukrainën me 35 raketa, përfshirë 27 raketa balistike, si dhe me 185 dron. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.